أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما لا تفعلون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sonte është nata finale, një natë shumë emocione, një show i vërtet i këtij kuizit të diturisë Lexo 2014. Këto emocione ne i dhurojnë finalistët e sonshëm, si dhe mbështetja e madhe e publikut, i cili na ka shoqëruar në netët e kaluara dhe i falenderojmë përzemërsisht. Realizimin e këtij kuizi ndihmuan Mobiljeria Vizioni, Elektrogaci, MSC Computers, Letra Sig, Digital Photo Studio Mejlo, Agim Regjepi, Dashmir Shabani, Isa Kamberi, Gaju Regjepi, Shtëpia Botuese Logo Sa, Vizioni M, Xhamia Vjetër Dobërdoll, sponsor medial Digital Photo Studio Mejlo dhe TV Globi. Komision Hamid Shabani Dobërdoll Hoxh, Senat Ahmeti Gradec, Jurist, Ali Aliu Dobërdoll Gjykatës, Bjamin Kadriu Dobërdoll Albanolog. Finalistët e sonтëm do t'jenë Yulzana Elezi Dobërdoll,
Medreza Isabeu Gostivar viti I parë. Aziz Sulejmani Gradec, gjimnast e ta viti I dytë. Krenar Kadriu Dobordor, viti I dytë gjimnast islamik, Dara Ahmed Smajlović Zagreb. Kandidati 4, finalisti Arjan Abdullaj Negotin, gjimnast viti I tretë. Rubrika e parë do qetë me ABC. Ju lutem pak më qetësi nga publiku, nëse ka mundësi. Kandidatëve u ofrohen 10 pyetje. Kandidati duhet të përgjigjet në njërin prej përgjigjeve që mendon se është e saktë. Nëse të gjithë kandidatët përgjigjen saktë, fiton nga 2 pikë. Nëse 3 kandidatët përgjigjen saktë, fiton nga 3 pikë. Nëse 2 kandidatët përgjigjen saktë, fiton nga 4 pikë. Nëse një kandidat përgjigjet saktë, fiton 5 pikë. Shkoj me pyetjen e parë. Sa ajete fjalë dhe shkronja ka kaptina e Fatihas? Nën A, 6 ajete, 25 fjalë dhe 113 shkronja. B, 7 ajete, 25 fjalë dhe 113 shkronja. C, 7 ajete, 25 fjalë dhe 112 shkronja. Përgjigja saktë është B, 7 ajete, 25 fjalë dhe 113 shkronja. Pyetja e dytë. Në cilin vit u përkthye Kurani për herë të parë në gjuhën shqipe? A, 1985, B, 1986, C, 1987. Përgjigja saktë është A, 1985. Shkoj me pyetjen e tretë. Cili popull kërkoi nga pejgamberi I tij që ta sheh Allahun xhaleshanuhu haptazi? Nën A, krishterët, nën B, muslimanët dhe C, jehudët. Nën C, jehudët. Pyetja e katërt. Cila është shahidja e parë në Islam? A, Safia radiallahu anhu, B, Sumeja radiallahu anhu dhe C, Safua radiallahu anhu. Në B e sakt, Sumeja radiallahu anhu. Pyetja e pestë. Kur u mbajt I Dibrës? Më 23 korrik 1909, B, më 23 korrik 1908 dhe në C, më 23 korrik 1907. Përgjigja e saktë është A, më 23 korrik 1909. Pyetja e gjashtë. Ngjyra e frutave vjen nga A, kromoplastet, B, klorofili dhe në C, kloroplastet. E sakt A, kromoplastet. Pyetja e shtatë. Autori I librit Përshpëritje e udhëtarit plak. A, Tahir Zajazi, B, Musa Gashi, C, Abdulaziz Islami. Kandidati D. C, e sakt, Abdulaziz Islami. Pyetja e tetë. Trego shkollën e parë të mjekësisë në Evropë. Nën A, shkolla e mjekësisë në Vjenë, Austri. B, shkolla e mjekësisë në Kordobë, Andaluzi. Dhe C, shkolla e mjekësisë në Berlin, Gjermani. B, e sakt, shkolla e mjekësisë në Kordobë, Andaluzi. Pyetja e nëntë.
Kryeqyteti Nikaraguas është A. Managua, B. Rabati, C. Quito. E sakt A. Managua. Pyetja e 10. Kush fitoi medaljen e artë në tenis në lojrat olimpike verore 2000? A. Haas, Gjermani, B. Pascual, Francë, C. Kafelnikov, Rusi. C. Kafelnikov, Rus. Me dorë tërkiqe nga publiku. Tani mund të aftojmë të na këndoj ilahie e Radifa Arslani. Këtë bot i vetëm jam, s'kam bap, nuk kam asnan, shumë lot këta sy më kan lotu, se s'ka më kush me m'përqafu, shumë lot këta sy më kan lotu, se s'ka më kush me m'ledhatu. O Zoti madh, vetëm ty të kam, askush përveç teje nuk më ban dërman. O askush përveç teje nuk më ban dërman. Në rrug dita m'kalon, pa shpres e buk pa ngran, kur jam ismun dhimbja mundon, ah prerinanës shumë më mungon, kur jam ismun dhimbja mundon, ah prerinanës shumë më mungon. O Zoti madh, vetëm ty të kam, askush përveç teje nuk më ban dërman. O Zoti madh, vetëm ty të kam, askush përveç teje nuk më ban dërman. Në shkoll jam klasa e par, më don gjdo arsimtar, fletore shumë besam janë ba, po s'ka të shpia kush me mi pa. Fletore shumë besam janë ba, po s'ka të shpia kush me mi pa. O Zoti madh, vetëm ty të kam, askush përveç teje nuk më ban dërman. O Zoti madh,
vetëm ty të kam, askush përveç teje nuk më ban dërman. E duar të kritet të fuqishme për këtë vajzën, në zërin e saj të mrekullueshëm. Tani do t'i mbledhim pikat nga rezultatet, nga rubrika 1. Ilzana Elezi, 24 pikë. Aziz Sulejmani, 24 pikë. Krenar Kadriu, 17 pikë. Arjan Abdullaj, 17 pikë. Rubrika e dytë, do qetë me po jo. Kandidatëve u ofrohen 10 pyetje. Kandidati duhet të përgjigjet në njërën prej përgjigjeve që mendon se është e saktë. Nëse të gjithë kandidatët përgjigjen saktë, fitojnë nga 2 pikë. Nëse 3 kandidatët përgjigjen saktë, fitojnë nga 3 pikë. Nëse 2 kandidatët përgjigjen saktë, fitojnë nga 4 pikë. Nëse 1 kandidat përgjigjet saktë, fiton 5 pikë. Pyetja e parë. 6 ëndrat e Shqipërisë quhet vepra e komentatorit shqiptar Hafiz Ali Korça, për hir të së cilës dënohet me vdekje. Përgjigjja e saktë është jo. Pyetja e dytë. Emri i të verbërit i theksuar në kaptin Abes është Abdullah ibn Abazi. Jo, e saktë. Shkoj me pyetjen e tretë. Omer ibn Hatabi radiallahu anhu ka thënë, drejtësia është themeli i pushtetit. Po, e saktë. Pyetja e katërt. Mbledhja e mukjes u mbajt më 2 dhe 3 gush 1943. Jo, e saktë. Edhe njëherë lusim nga publiku të jetë sa më i qetë. Pyetja e 5. Muskujt e zorëve janë muskujt të lëmuar. Po, e saktë. Pyetja e 6. Ismail Bardhi është autori i librit Qetësi e satirizuar. Jo, e saktë. Pyetja e 7. Khalid Yasin është trashëgimtari Ahmet Didat. Jo, e saktë. Pyetja e 8 me radhë. Grozni është kryeqyteti i Çeçenisë. Po, e saktë. Pyetja e 9. Marco van Basten ishte futbollisti më i mirë hollandez i të gjithë kohërave.
Jo, e sakt. Pyetja 10. Edhe një herë nga publiku ju lus, sa më qetësi. Muhamedi a.s. e ka thirrur Ebu Lehebin 70 herë në Islam. Po, e sakt. Një dorë tërkiqe për kandidat. Tani ftoj për të na kënduar ilahie Gjenisa Dervishi. Si s'mund të kthej atë kohën mam, kur më thojshe vllam, e thojsha vllam, kur ne u deshtëm për Allah, kur vetëm gjumi na këndam, kur ne u deshtëm për Allah, kur vetëm gjumi na këndam. Sot një ezan dive na thret, me sim shikon, me goj s'ma vlet, as pas kam bet një pikë rahmet, që ki dhrim me zgjat me vjet. Sot një ezan dive na thret, me sim shikon, me goj s'ma vlet, as pas kam bet një pikë rahmet, që ki dhrim me zgjat me vjet. A thu tash zemrat na jam bagur, që ndar mjet nesh kemi bamur, nëse të disinojmë gjennet, se vëllater me pasaset, nëse të disinojmë gjennet, se vëllater me pasaset. Sot një ezan dive na thret, me sim shikon, me goj s'ma flet, as pas kam bet një pikë rahmet, që ki dhrim me zgjat me vjet. Sot një ezan dive na thret, me sim shikon, me goj s'ma flet, as pas kam bet një pikë rahmet, që ki dhrim me zgjat me vjet. Rezultatet nga rubrika e dytë. Yuzana Elezi, 21 pikë. Aziz Sulejmani, 20 pikë. Krenar Kadriu, 17 pikë. Arjan Abdullaj, 24 pikë. Rubrika e tretë. Shkronjat. Kandidatëve ofrohen disa shkronja. Kandidatët duhet të formulojnë një fjalë e cila do t'i përfshijë të gjitha shkronjat. Fjala duhet të jetë e shquar e gjinisë mashkullore ose femrore. Nëse asnjëri prej kandidatëve nuk përgjigjet sakt me të gjithë shkronjat, mund të ketë përgjigje më me pak shkronja, me kusht që fjala të jetë e shquar e gjinisë mashkullore ose femrore. Kandidati fiton aq pikë sa shkronja ka fjala. Koha për përgjigje 60 sekonda. Shkronjat 1.
I, A, O, R, T, G, N, Z. 60 sekonda. Koha ka mbaruar. Nuk ka përgjigje të saktë, ndërsa ajo do të ishte organizatori. Shkoj me shkronjët e radhës. Shkronja do qenë E, U, A, L, V, N, R, T. 60 sekonda.
ka përgjigje të saktë. Ka me shkronjë të radhës. I-U-E-Z-S-R-F-N. Koha ka mbaruar. A-ja dhe B-ja kanë përgjigje të saktë, furnizuesi. Shkoj me shkronja të radhës. A-O-O-U-I-N-M-S-K-T-R. 60 sekonda. Koha ka mbaruar. Nuk ka përgjigje të saktë, por do të ishte konsumatori. Shkronja të radhës, Duart Rokitje. Tani do të shkojmë për të na kënduar ilahije, e ftojmë në skenë Aldina Hysejnin. Sot pushon çdo njeri e uron la ilahe illallah Muhammed Rasulullah si ta shoh
botën unë pa ty. Si ersira pa qirin, si ku robi pa iri, qanë dunjaja tash Resul pa ty, Muhammed dunjaja tash pa ty. Gjevahir t'kam në zemër, brendur kam të ndin emër, la ilahe illallah, Muhammed Rasul Allah. Si ta shoh botën unë pa ty, si ersira pa qirin, si ku robi pa iri, qanë dunjaja tash Resul pa ty, Muhammed dunjaja tash pa ty. Se që pëngjej shumal për ty, ti e plot me dashuri, eja më pran, eja ti njeri ku je Mustafa, eja ti njeri ku je Mustafa. Si ta shoh botën unë pa ty, si ersira pa qirin, si ku robi pa iri, qanë dunjaja tash Resul pa ty, Muhammed dunjaja tash pa ty. Shkojmë me rezultatet nga rubrika e tretë. Yulzana Elezi 10 pikë, Aziz Sulejmani 10 pikë, Krenar Kadriu nuk ka marrë pikë, Arjan Abdullaj 9 pikë, me rubrikën e 4. Është rubrika me imazhe. Në këtë rubrikë, secilit kandidat i jepen nga 3 fotografi të mbuluara të karakterit të përgjithshëm. Nëse kandidati e di përgjigjen, ai vazhdon me imazhin e radhës. Në të kundërtën, udhëheci e jep përgjigjen e saktë për të vazhduar me imazhin e radhës. Për përgjigje të saktë kandidati merr 3 pikë, ndërsa koha për përgjigje është 5 sekonda. I njëjti rregull vlen për gjithë kandidatët. Shkojmë me kandidatin A. Interneti. E saktë, procesor. Falni sepse përgjigja nuk ishte saktë. Sony Ericsson. E saktë. Palestina. E saktë, Harta e Palestinës. Kandidati B. Qipi. Nuk është e saktë, memoria e rëndë. Vodafone. E saktë.
Gaza. E sakt. Gordrokiqe. Shkoj me kandidatin e radhës, kandidati qa? Hard disk. E sakt. Shell. E sakt. Mesgjid i Laks. E sakt. Shkoj me kandidatin D. Karta grafike. Nuk është e sakt. Plaka A. S'kam vërdit. Valvëllin. Tomasi. E sakt. Shkoj me Ilahije dhe eftojmë Bujamin Bajrami. Allah ti dërgove Nuhin, ai ka qenë Resuli par. Thiri natën, thiri ditën, popullin jo besimtar. Allah ti dërgove Nuhin, ai ka qenë Resuli par. Thiri natën, thiri ditën, popullin jo besimtar. Allah pejgamber dërgove, ko pas kohë mira her, por prej tyre ti dallove, ulul azmin me shumë vlerë, shumë në banën der. Por prej tyre ti dallove, ulul azmin me shumë vlerë, shumë në banën der. Baba i gjithë pejgamberve, ishe ti Halilullah, o i madhi Ibrahim, ja imam al-Hunafa. Baba i gjithë pejgamberve, ishe ti Halilullah, o i madhi Ibrahim, ja imam al-Hunafa. Allah pejgamber dërgove, ko pas kohë mira her, por prej tyre ti dallove, ulul azmin me shumë vlerë, shumë në banën der. Por prej tyre ti dallove, ulul azmin me shumë vlerë, shumë në banën der. Ja Isa ti në t'je pole, lindja jo të mrekulli, Allahu ta mësoj gajbin, Injilin ta shpalliti. Ja Isa ti në t'je pole, lindja jo të mrekulli, Allahu ta mësoj gajbin, Injilin ta shpalliti. Allah pejgamber dërgove, ko pas kohë mira her, por prej tyre ti dallove, ulul azmin me shumë vlerë, shumë në banën der. Por prej tyre ti dallove, ulul azmin me shumë vlerë,
shumë na banende. Kush troket ndirë të gjennetit, ja Said al-Anbiya, ti e vula pejgamberve, ja Muhammed Mustafa. Kush troket ndirë të gjennetit, ja Said al-Anbiya, ti e vula pejgamberve, ja Muhammed Mustafa. Allah pejgamber dërgove, ko pas ko e mira her, por prej tyre ti dalove, ulul azmin me shumë vler, shumë na banender. Por prej tyre ti dalove, ulul azmin me shumë vler, shumë na banender. Faleminderit. Rezultatet nga rubrika e 4. Yuzana Elezi, 6 pik. Aziz Sulejmani, 6 pik. Krenar Kadriu, 9 pik. Arjan Abdullaj, 3 pik. Shkoj me rubrikën e 5, pyetje të përgjithshme. Se cilit kandidati ofrohen nga 5 pyetje. Nëse kandidati të cilët i është ofruar pyetje nuk përgjigjet saktë, atëherë përgjigjen e saktë të tregon udhëheci. Përgjigjja e saktë vlerësohet me 5 pikë. Kandidati A. Pyetja e parë. Cila është surja më e gjatë në Kur'anin famëlar dhe sa ajete numëron? Surja më e gjatë në Kur'an është sura El-Bekare dhe numëron 286 ajete. Saktë. Pyetja e dytë. Si quhet sultani i cili i pari e bëri regjistrimin e popullatës, hapi shkollën medicinale, shtypi gazetën e parë turke? Nuk ka përgjigje. Sultan Mahmudi II. Pyetja e tretë. Kur u mbajt Kongresi Berlinit? 13 qershor 1878. Saktë. Pyetja e katërt. Kush e kontrollon punën e muskujve e shtror? Truri dhe zona motorike. Truri i madh, zona motorike. Saktë. Pyetja e pestë. Kryeqyteti i Liberisë është? Ska përgjigje. Monrovia. Duar trokiqe. Kandidati B. Pyetja e parë. Cili është kuptimi i el-lemem dhe në cilën ajet dhe sure gjendet? Kuptimi i el-lemem ka të bëjë me mëkatet e vogla, është surja Nejm ajete 32. Saktë. Pyetja e dytë. Si ka vepruar Sultan Murati IV me ata të cilët e kanë konsumuar duhanin? Sultan Murati IV ka vepruar rrep duke i dënuar me vdekje. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e tretë. Brigada e cilit patriot shqiptari ka thënë këto fjalë? Nëse vazhdojmë rrugën për në frontin e Sremit, do të likuidohemi pa arritur atje. Kurse në anën tjetër, në Kosovë të qerët pa kur farmëshire, e pengesash do të na bëjnë terror mbi gratë dhe fëmijët tanë. Idris Seferi.
Brigada e Shaban Pëlluzhës, po do jep 1 janar 1925. Shkojmë me pyetjen e 4. Si quhet pjesa e ngjirosur e syrit? Irit. E sakt. Pyetja e 5. Ju luz nga publiku pak ma qetë. I Kolumbis. Bogota është kryeqyteti i? Kolumbis. E sakt. Duar tërkiqe. Shkoj me kandidatin C. Kur ka filluar komentimi i Kuranit në gjuhën shqipe në formë të shkruar? 1923. Medaljen e revistës fetare Zani i Nalt në vitin 1923. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e dytë. Cili sultan Osmani e ka lëvdëruar Muhamedi a.s. Sultan Fatihu. E saktë. Pyetja e tretë. Kryengritja e përgjithshme e vitit 1912 nga cilët patriot shqiptar u thiqej? Isa Boletini, Bajram Curi, Hasan Prishtina, e tjerë. E saktë. Pyetja e 4. Kush e formon trungun truror? Arca, Ura, truri i ndërmjetëm dhe truri i mes. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e 5. Kush është autori i librit 1001 net? Hilmi Agani. Përgjigja juaj është e saktë. Tani do të shkojmë me kandidatin D. Para duar tërkiqe. Kandidati D dhe pyetja e parë. Çka nënkuptohet me fjalën elmeu detu në Kur'an? Periudha e ignorancës tek arabët, mbitja e vajzave e cila ishte traditë. E saktë. Pyetja e dytë me radhë. Çka i tha Muhamedi a.s. Ebu Bekrit radiallahu anhu kur ishin në shpellë? Mos u mërzit, Allahu është me ne. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e tretë. Kush u zgjodh kryetari i Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës? Hoxh Kadreja. E saktë. Pyetja e 4. Kush janë mikrocentrale të qelizës? Mitokondri. E saktë. Dhe tani shkojmë me pyetjen e 5. Kush është autori i librit Edukata dhe arsimimi në përshekuj? S'kam përgjigje. Afzi Mustafa. Duar trokiqe. Shkojmë përsëri me ilahije dhe eftojmë Bujamin Bajramin. Allahumma ya Rabbi nafalna dhe o përëndi. Allahumma ya Rabbi nafalna dhe o përëndi. Na jept miran këtë dunja, na giret zat na shpëto. Na jept miran këtë dunja, na giret zat na shpëto. Na shpëto. Ya bari ulupu
لطفك يشملنا يا راحمنا الله يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا الله عملت بعفوك من نالا غفار الإثم بدنياه عملت بعفوك من نالا غفار الإثم بدنياه اللهم ذو الجلال باراتيك بمدال اللهم ذو الجلال باراتيك بمدال اللهم يا رحمن نعوذ زازاتنا إسلام اللهم يا رحمن نعوذ زازاتنا إسلام نا إسلام فالمدارد Rezultatet nga rubrika e 5. Yuzana Elezi 15 pikë. Aziz Sulejmani 20 pikë. Krenar Kadriu 25 pikë. Arjan Abdullaj 20 pikë. Falënderim sponsorëve, komisionit, kandidatëve, mysafirëve dhe publikut. Tani mund të shpërndajmë mirënjohjet për komisionin. Shkon një mirënjohje për Senat Ahmetin. Senat Ahmetit jepet mirënjohje. Një dorë të kyqe për Senat Ahmetin. Aziz Idrizi. Një dorë tërkiqe për Aziz. Një mirënjohje gjithashtu për Ali Aliun. Gjithashtu edhe për albanologu, një mirënjohje Bujamin Kadriu. Mirënjohje edhe për kandidatët, Egzona Shabani. Gazmen Bafqari. Amer Abdullaj. Ardit Selimi. Gajur Ademi. Adem Idrizi. Kybra Sejdini. Aisha Nebia. Bujar Mezini.
Agon Adili, Kadir Ajeti, Ensar Gjeladini. Këtyre do jepin certifikatat më vonë, pasi t'i takon. Faleminderojmë muftiun e nderuar dhe Hafës Ismailin. Hoxhën e nderuar. Të nderuar të pranishëm, sonte nata finale, po jo nata e fundit e këtij kuizi, duke shpresuar gjithmonë që një projekt i tillë të shndrohet në traditë. Me këtë desha të falenderoj të gjithë ata që sadopak punuan dhe ndihmuan këtë projekt. Gjithashtu ju falenderojmë dhe gjithë juve që me prezencën tuaj i dhatë ngjyrë këtij kuizi. Ne si do bërton me këtë treguam se dim dhe mundemi të organizojmë. Ndërsa ne si banor të këtyre vendeve si qytetar të kësaj komune treguam një vetdije të lartë dhe një kulturë qytetare. Si zakonisht për në fund betet një fjalim i mirë apo një përshëndetje e mirë, unë do zgjedh një përshëndetje ku kam nderin dhe respektin që në emrin tim dhe në emër tuaj të përshëndes dhe të falenderoj organizuesin, realizuesin dhe nxitsin e punëve të mira të palodhshmin hoxhën tonë të nderuar Hamid Shabani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë moderatorin për këto fjalë të mira të cilat i përmendi, por lutim Allahun xhaleshanu që të na bëj më të mirë se sa mendojnë tjerët dhe lutim Allahun xhaleshanu që të na falje ato të cilat nuk i dinë të tjerët. Në fakt të nderuar kjo organizim edhe pse ndoshta mu më takoj bara me rënë që t'jem si koordinatori këtij organizimi, por një organizim i tillë nuk do të mund të realizoheshte pa ndihmën e kolegëve, pa ndihmën e rinjistëve dhe pa ndihmën tuaj si xhamat i kësaj xhamie dhe i këtij rrethi. Prandaj ju falenderoj përzemërsisht për arsye se njeriu nuk mundet të organizojë kurrë i vetmuar dhe është e gabim që njeriu t'i marrë përsipër dhe t'ja përshkruaj vetë se unë jam organizatori i këtyre manifestimeve. Të gjithë ne së bashku e kemi organizuar dhe shpresojmë që të gjithë kështu së bashku të takohemi edhe Ramazanin e ardhshëm me një organizim të tillë. Ju falenderoj. Tani mund t'i numërojmë të gjithë pikët dhe të shohim se si do del në total. Krenar Kadriu, pyetje përgjigje 17 pikë, me po jo 17 pikë, anagramet nuk ka marrë pikë, imazhet 9 pikë, pyetje dhe përgjigje 25 pikë, gjithsej total 68 pikë. Arjan Abdullaj, me pyetje përgjigje 17 pikë, me po jo 24 pikë, me anagramet 9 pikë, imazhet 3 pikë, pyetje dhe përgjigje 20 pikë, gjithsej total 73 pikë.
Luzana Elezi. Pyetje përgjigje 24 pikë. Me po jo 21. Anagramet 10 pikë. Imazhet 6 pikë. Pyetje dhe përgjigje 15 pikë. Gjithse total 76 pikë. Aziz Sulejmani, pyetje përgjigje 24 pikë. Me po jo 20 pikë. Anagramet 10 pikë. Imazhet 6 pikë. Pyetje dhe përgjigje 20 pikë. Në total 80 pikë. Dhe fitues I kësaj nate është Aziz Sulejmani. Mirënjohje dhe dhurata për finalistët. Për gjithë kandidatët kemi komplet libra dhe mirënjohjet. Luzana Elezi. Në duar tërkiqe. Aziz Sulejmani. Në duar tërkiqe edhe për Aziz Sulejmani për finalist. I gëzofsh Aziz. Krenar Kadriu. Një duar tërkiqe edhe për krenarin. Arjan Abdullaj. Edhe për Arjanin një duar tërkiqe. Nga muftinia e Bashkësisë Islame Gostivar në krye me Haxhi Shaqir Efendi Fetahun u jepet dhurata. Vendi I parë 2000 denar. Vendi I dytë 1500 denar. Vendi I tretë 1000 denar dhe vendi I katër 1000 denar. Japim fjalën Efendi Haxhi Shaqir Fetahu. Bismillahirrahmanirrahim. Unë s'kam fjalë çka të them, sepse kjo organizimi këtil, kjo rini që sonte ishte prezente, kandidatët që garuan
ishte fjala më madhe që mund të thuhet. Më lejoni të mos pajtohem me komisionin rreth fituesve. Për mua sonte të gjithë ishin fitues. Por kishte një fitues që u dallua sonte. Ishte rinia e fshatit Dobërdoll. Urime rini. Sonte na treguat se me plot të drejt e kemi kur kemi besim në ardhmërin ton me këtë rini. Urime organizatorët, urime donatorët, urime kolegët e mi hoxhollarët që i prinë kësaj pune dhe urime të gjithë ju që përkrahët këtë aktivitet. Dhash Zoti, ky aktivitet jetë inspirues për të gjithë teritorin e Gostivarit, Vrapçishtit dhe Mëgjer. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë Haxhi Shaqir Efendi Fetahun për fjalimin e tij të mrekullueshëm. Tash unë doisha diçka të kërkoj. Vetëm një fotografi është nder për mu të kem një fotografi me këta 4 kandidat. Atë ma japin atë rasta jo. Oh! Faleminderit shumë. Të nderuar, ju falenderit për durimin dhe pjesëmarrjen tuaj dhe më shihemi kismet vitin tjetër me kuizin e radhës. Natën e mirë dhe falenderit. Ma